Çdo lagje duhet të trajtohet si njësi me vete, jo si njësi e përgjithshme. Faleminderit për ftesën. Partia Guxo për herë të parë kandidon në zgjedhjet lokale. Kemi një listë prej 52 kandidatëve, secili kandidat është ekspert në fushën e tij, nga fushat e ndryshme, siç është fusha e ekonomisë, energjisë, shëndetësisë, arsimit dhe arkitekturës. Siç e keni parë edhe në fushat gjatë ditëve të fundit, ne jemi fokusuar kryesisht në lagjet të cilat kanë ngjecje të jashtëzakonshme. Ne kemi vërejtur në terren se qytetarët janë të dëshpëruar, kanë ankesa të ndryshme duke u bazuar edhe në ato që janë më minimale, siç është çështja e mbeturinave, çështja e kanalizimeve që janë sipërfaqësore, por edhe pikat e tjera të cilat ne mendojmë se do të fokusohemi. Plani ynë përbehet nga 3 shtylla. Shtylla e parë për Prishtinën është përputhshmëria urbane. Prishtina duhet të ndërtohet me standarde moderne duke ruajtur identitetin kulturor, që çdo lagje të ketë çështje të barabartë në infrastrukturë, parqe dhe shërbime. Çdo lagje duhet të trajtohet si njësi me vete, jo si njësi e përgjithshme. Banorët e Prishtinës drejt për drejt duhet të marrin pjesë në vendimarrje për lagjen e tyre edhe për infrastrukturën të cilën ata do të dëshirojnë ta kenë më të përshtatshme. Zhvillimi dhe mirëqenia shoqërore është shtylla e dytë. Ne mendojmë se duhet të forcojmë strukturën e familjes me politika që bëjnë qytetin më të jetueshëm. Sigurisht që të sigurojmë kushte të barabarta për grup mosha të ndryshme, qytetarët duhet të vendosin për 10% të buxhetit të Kapitalt Prishtinës, pra duhet të ketë një transparencë dhe kulturë e re e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje për buxhetin për lagjen e tyre. Shtylla e tretë është shtylla e prosperitetit ekonomik të komunës. Përdorimi më efikas i resurseve të qytetit për ekonomi më të fortë, synimi është që të kemi një mirëqenie më afatgjatë për qytetarët, legalizimi dhe regjistrimi i pronave për siguri juridike është një ndër pikat të cilat ne do të fokusohemi jashtëzakonisht shumë, sepse ka më shumë se 15 vite që ky proces ka ngjecje të jashtëzakonshme dhe një pasuri e cila është paguar me djersën e qytetarëve mbetet e bllokuar dhe nuk mund të shfrytëzohet. Pra zhvillimi i një kapitali familjar që me vitet e tona nuk është koha